Po pse thot, Jezu Krishti, qa është? Pse mos t'i lutemi atij? Zoti është një për të gjithë. Jezusi, Isa a.s. është rob I Zotit dhe I dërguar I tij, nuk është Zot. Zoti jon është Allahu I lartësuar, jo Jezusi, as Muhamedi, as Musai, as Ibrahimi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta. Thirrja e profetëve, ndërta edhe Jezusi, ishte që ne ta adhurojmë Allahun e lartësuar, Zoti I gjithësisë, thot në Kur'an, pra për Jezusin, për Isain. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Unë nuk I thash atyre, vetë se atë që më urdhërove, adhuroni Zotin tim dhe Zotin tuaj. Pra me adhuru Allahun e lartësuar. Allahu I lartësuar thot në Kur'an, ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju. Pra duhet me u lut vetëm Zotit gjithësisë. Duhet me adhuru vetëm Allahun e lartësuar. Zoti I gjithësisë thot në Kur'an, wa ma umiru illa liya'budu Allah. Dhe ata nuk u urdhëruan veçse që të adhuronin Allahun e lartësuar. Pra duhet me adhuru vetëm Zotin e gjithësisë, krijuesin e gjithësisë. Duhet me I besu gjithë profetet e Allahut lartësuar. Me I besu si rob të Allahut dhe si të dërguarit e tij, të cilët ai zgjodhin mesin e krijesave të tij. Pra, profet të Zotit, Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai, vula e profetëve, Muhamedi a.s. Pra me I besu gjithë profet të Zotit. Nëse njeriu pra beson Allahun e lartësuar, adhuron Allahun e lartësuar një të vetëm, beson dhe pason profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, I premtohet atij xheneti. I premtohet atij xheneti. Pra siç kuptohet prej haditheve të Muhamedit a.s.